Mi mbrëma të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, në këto orët e para të mëngjesit për të komentuar dhe për të analizuar një lajm që në fakt po bëhet një lajm serioz. Ju e dini shumë bukur që muaj më parë, do me thënë një muaj më parë konkretisht, në për medien sociale, në për rrjetet sociale, filloi të përhapej një lajm që Rogerti ishte një banor i futur brenda asaj shtëpie nga sponsori kryesor i këtij formatit. Në fakt, Rogerti ka ngritur shumë dyshime rreth banorëve të tjerë, do me thënë për mënyrën se si ato janë përzgjedhur për të hyrë në formatin Big Brother, dhe gjithmonë prapa tyre ka ekzistuar një emër. Do me thënë përmendë një emër me Selinën Mentori, emra të ndryshëm që do me thënë janë banor të cilët kanë ardhur sipas intervenimeve që janë bërë brenda këtij produksionit. Dhe pikërisht që në momentin kur Rogerti filloi të bën këto gjërat, në fakt akuzat kundër drejt Selinës se kush të ka futur ti këtu brenda, ti e din shumë mirë se kush të ka sjell këtu, ti e din shumë bukur të vërtetën, kanë filluar thashë themet lart edhe poshtë edhe për Rogertin, dhe arsyeja që Brikena nuk shkoi në finalen e madhe, duke qenë si banorja më e votuar me votat e publikut nga Rogerti, ka ngritur një konkluzion, ka ngritur hamencime, aludime që Rogerti është banori i cili në finalen e madhe ka shkuar nëpërmjet fuqisë së sponsorit kryesor të këtij formatit, pasi që Rogerti ishte kushëriri i këtij sponsorit dhe vazhdon të jetë kushëriri. Tani po të hedhim një sy, flasim sponsori kryesor, domethënë sponsori gjeneral, sponsori më i madh. Sponsori më i madh në Big Brother VIP Albania është Vodafone AL dhe Lori Cafe. Tani Vodafone menaxhuesi i ka të huaj dhe nuk ma merr mendja që Rogerti mund të jetë kushëri një italianit. Do me thënë kjo bie krejtësisht nga kombinimi. Këtë e kemi analizuar edhe një herë. Tani së dyti, sponsori kryesor i dytë, do me thënë më i fuqishmi në atë shtëpi, është Lori Cafe, do me thënë një kompani, një firmë, një brand i cili është gjigant në tregun shqiptar, i prodhuar nga familja Hoxha, dikur nga Dritan Hoxha, trashëguar Lori Hoxhës, vajzës së Dritan Hoxhës. Dhe sot në këtë ditë, familjarët, do me thënë presidentët e televizionit Top Channel, që nuk kupton bashkëshortja e të ndjerit tashmë Dritanit Vjolca Hoxha, vajza Lori dhe vajza tjetër Sara, janë aksionere edhe në Lori Cafe, që nuk kupton që Rogerti, do me thënë pas ka lidhje familjare me familjen Hoxha, kështu përfliteshte. Dhe non stop përflitet puna e sponsori, që në fakt familja e Rogertit nuk kanë bërë një reagim për të sqaruar publikun se çfarë e lidh Rogertin me sponsorin kryesor dhe se si Rogerti ka mbëritur në Big Brother VIP Albania. Tani, unë mendoj, duke e njohur formatin se çfarë fuqie ka, duke e njohur formatin se çfarë rëndësie të jep, pasi ti bësh pjesë e këtij formati dhe del nga ky format, me patjetër që në këtë Big Brother përzgjedhjet dhe banorët me patjetër që janë me një intervenim të vogël. Do me thënë korrupsioni gjithmonë është pjesë e shoqërisë tonë kudo që ne jetojmë. Le ta quajmë kështu korrupsion. Por unë mendoj që Rogertin brenda kësaj shtëpie nuk e ka mbajtur aq shumë sponsori sa e ka mbajtur, le ta themi, budallalliku i tij. Rogerti që në momentin e parë kur hyri, do me thënë e tregoi që ka qenë një ndjekës i rregullt i formateve siç është Big Brother, i këtij lloj reality show, i këtij lloj tipi. Do thënë ka qenë një ndjekës i rregullt, ka qenë një ndjekës i çmendur pas këtij formati. Dhe Rogerti e ka patur aq shumë të dashur këtë format, sa që mund të ndodhë që mund të ketë intervenuar me qindra mijëra njerëz për të qenë pjesë e këtij formati, dhe kjo nuk ka asnjë gjë të keqe deri këtu. Tani kur themi që sponsori e çoi drejt finales, kjo tani është pak shqetësuese.
Fillimisht njëherë, sipas mendimit tim dhe analizës time, ky Big Brother që në ditën e parë, do me thënë që në pikën A deri në pikën Z, ka qenë një format i cili të gjithë banorët brenda asaj shtëpie i ka patur të rëndësishëm. Në të gjithë epokat e Big Brotherave, kështu le t'i themi, në të gjitha kemi pas një apo dy, do me thënë kemi pas polet e kundërta të shtëpisë. Në këtë Big Brother nuk mundeshim të vëm epitetin që ky është banor i rëndësishëm, ky tjetri është banor i rëndësishëm, ky tjetri është banor i rëndësishëm. Do me thënë edhe shtëpia u nda në 3 pole, edhe finalja shkoi në 3 pole. Gjysmë finalja në fakt, po edhe finalja ka shkuar në 4 pole të forta. Dhe tani, kur e bëjmë këtë analizën, nuk kuptojmë që unë mendoj që Rogerti nuk shkoi në finale nga forca e sponsorit, por shkoi në finale nga budallalliku i tij. Fillimisht njëherë, produksioni e kishte shumë të sikletshme për të hequr Rogertin nga shtëpia, edhe sikurse Brikena të jetë qindra mijëra herë më e votuar, sepse Rogerti do i nxirrte të zezat dhe do e shkatronte komplet javën e finales. Do me thënë, hakmarrja e atij njeriu në mënyrën e të folurit është shumë e keqe. Dhe produksioni nuk e bënin dot këtë gjë. Së dyti, produksioni lufton për ta mbajtur shikueshmërinë deri në kulm. Produksioni lufton për ta mbajtur shikueshmërinë deri në fund dhe e ka në interes që Rogerti të jetë pjesë e kësaj platformës, apo thënë shkurt, të vazhdon akoma në Big Brother. Dhe së treti, unë mendoj që Rogerti e ka këtë strategjinë për ta fituar ky personazh. Do me thënë, produksioni që nga fillimi e deri në fund i çoi polet e kundërta drejt finales. Do me thënë, çoi Mateon përzgjedhur nga çifti, çoi Selinën si e vetmja vajzë luftarake, çoi Mirin që ka një karrierë, një bagazh shumë të madh, dhe çoi Rogertin që ishte negativi më i madh i kësaj shtëpie. Do me thënë, janë 4 banorë me 4 ngjyra të ndryshme që deri në finalen e madhe do të mbajnë audiencën në nivelet në të cilat është. Do me thënë, audiencë që nuk bie fare. Tani, a duhej të ishte Rogerti në finale? Nuk është diçka që është për të çuditur. Në të gjithë Big Brotherat ka patur karaktere të këtilla, do me thënë ka patur pole të ndryshme, apo thënë shqip njerëz të ndryshëm në finale. Nuk do t'ishte interesante për mendimin tim, në qoftë se do të shkonin vetëm njerëzit të butë të asaj shtëpie. Rogerti u përzgjodh si banori që ka ndërtuar më shumë dinamika në shtëpi, por që Rogerti vazhdon duke mos kontrolluar veten e tij dhe duke mos ofenduar, kjo automatikisht e penalizon fenomenin Rogert, që Rogerti të krijon urrëtie jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Por unë mendoj që Rogerti u dërgua nga produksioni për faktin sepse Rogerti i ka dhënë energji shtëpisë në aspektin që ka krijuar debate, ka krijuar dinamika, ka krijuar diskutime. Dhe me patjetër personazhi Rogertit duheshte të ishte në finalen. A e besonte Rogerti që do të ishte? Rogerti gjatë gjithë javës ka patur frikë, ju e dini shumë bukur. Ai me kastile grindeshte me Brikenën sepse e ndjente këtë presionin, por unë mendoj që ky lloj katërkëndshi që është krijuar do ta mban shtëpinë të zjarrt deri ditën e shtunë.